Këto janë vlerat ushqyese të bozës. Boza ka 4 përbërës kryesor: miell, misri dhe gruri, sheqer dhe ujë. Në Shqipëri, boza është prodhuar kryesisht në zonat veriore të vendit, në veçanti në zonën e Kukësit. Boza shqiptare dallon nga bozat e prodhuara në vendet e tjera, duke patur përbërës kryesor të saj misrin, ndryshe nga llojet e saj. Në Turqi, në Bullgari e Maqedoni, ku mund të jetë gruri, elbi, mielli ose dhe qiqrat. Pas prodhimit, boza duhet të ruhet në një temperaturë prej 2 deri në 3 gradë Celsius, temperaturë në të cilën boza mund të ruhet për rreth 1 muaj. Boza nuk duhet të lihet të ngrihet pasi ngrirja sjell ndarjen e ujit nga lënda e thatë. Boza ka disa dobi për shëndetin, të tilla si normalizimi i tensionit të gjakut, rritja e prodhimit të qumshtit te gratë që sapo kanë lindur dhe kanë fëmijë në gjë, dhe ndihmon në tretjen e ushqimit në stomak. Boza është një ushqim i vlefshëm për njerëzit që merren me aktivitete fizike, pasi përmban vitaminën A, C dhe E, si dhe 4 lloje të vitaminës B. Me hyrjen e Bullgarisë në Bashkimin Evropian, boza filloi të njihej dhe të përhapej edhe në Bashkimin Evropian, duke u nisur nga mitet bullgare se boza zmadhon gjitë e femrave, një fakt që nuk është i provuar, duke u nisur dhe nga përvoja e Pakarajt, i cili shton se boza njihet për shtimin e qumshtit të gjirit te gratë që kanë fëmijë në gjë, por nuk ka ndonjë efekt tjetër te gratë.